Atëherë përshëndetje për gjithë, faleminderit për kohën. Shkurtimisht, po besoj e di që është bo pak e lodhshme edhe për qytetarët edhe për mediat edhe për këtë ata që na përcjellin, po me rëndësi është, po besoj që lëvizja vetëvendosur tani më ka treguar që është konstruktive, këtë hapat e procesit që për synim ka pas zhbllokimin e Kuvendit të Republikës. Pra ju e dini që na po vim edhe po votojmë për, bllokues janë ata që votojmë kundër. Pastaj ka qenë një trysni e madhe duke thonë që duhet një diskutim mes subjekteve politike. Kryeministri Kurti i ka thirrë, ju e dini që ata nuk kanë ndrruar qëndrim. Pastaj është thonë që duhet një marrëveshje politike më gjithëpërfshirëse. Është bërë edhe kjo për kryeministrit Kurti, ku i ka bërë ofertë LDK-s që ta bëjmë një marrëveshje edhe për Kuvendin, edhe për qeverinë. Po LDK-ja ka refuzuar dhe ju e dini, ndoshta është pyetje më e mirë mja bëj LDK-s pse ata refuzojnë me orë pa PDK-n. Për shkak se për mua është komplet e palogjikshme, ku lëvizja vetëvendosje vetëm me LDK-n 48+20 bën 68, përfshi këtu edhe komunitetet jo serbe me 78 deputet një qeveri, po besoj që ja kishim dole edhe te presidenti me bëni zgjidhje. Po LDK-ja refuzoi për shkak se tha na nuk vim pa PDK-n. Për neve është e papranueshme dhe ne refuzojmë me bëj çfarë do oferte për PDK-n. Kjo po besoj duhet më përgjigj LDK-ja. Por çka është me rëndësi, besoj që tash është edhe një kërkesë nga AK-ja në gjykatën kushtetuese. Shpresoj uroj që gjykata kushtetuese të delë sa më shpejt për me i dhënë një përgjigje konstituimit Kuvendit, nëse e morën të pranueshme, për shkak se për ne është e qartë tani me gjykimi thot pika 128 ku mund me qenë votimi i hapur ose i fshet. Pra, na jemi të provu alternativa të ndryshme, po është e pakuptueshme gjithë kjo bllokim që vjen prej opozitës edhe refuzojnë me lëviz. Propozimi është i joni, kur vjen një subjekt tjetër edhe jep propozimet e veta, duhet me kuptu që është e drejtë e jona, për ato s'bëhet kompromis. Kështu që për fond uroj që gjykata kushtetuese morë parasysh rëndësinë e situatës ku gjendemi, të jep sa më shpejt përgjigjes edhe kërkesës së AK-s, po edhe kërkesës tonë që kemi bo për votat e vjedhura nga LDK-ja. Në gjykatën kushtetuese në mbrojtje të votimit të fshehtë apo do ta zbatoni çfarë do të thotë e para te propozimi për zonën Haxhiu, po besoj ju po thoni pse s'pi pranoni propozimet e tjera e tjerëve, derisa gjykata kushtetuese ka thonë se na takon neve propozimi. E para. Po. Dëgjoj. LDK-ja del thot na nuk e votojmë asnjë kandidat. Kjo tregon që LDK është komplet përgjegjëse për bllokimin. Pro, çfarë kompromisi aty? E dyta, PDK-ja thot na nuk e votojmë asnjë kandidat që ka qenë pjesë e qeverisë. Ministra, zavendës ministra. AK-ja thot na e kemi një propozim tonin. Propozimin na takon neve, edhe derisa dikush nuk ka një arsye të shëndosh që dele kundërshton zonën Haxhiu, na smundemi ju nështru dëshirave të opozitës. Prandaj bllokimi vjen prej tyne, e jo spesoj që është përgjësia jona me ja plotsu dëshirat atyne për me zhblloku, për shkak se na takon neve. E njëjta, para më në situatën, sikur të votojë Albulenat vinte nën kryetorët. Po na ta bllokonim, ju gjithë kishit thonë pse pe bllokonin nën kryetorën, është propozimi i LDK-s, ju s'do të mu vetë për ato. E na po thojmë edhe ka qenë një pe ofertave që hajde e bëjmë si pako. Edhe kryetorin e Kuvendit, edhe nën kryetorët i votojmë si pako. Unë s'po tham kënd kam me qit LDK, mbase mas mu mëse mu pëlqy. Po na s'po javë shtym aty në idenë që na me javë dhonë propozimin cili me qenë nën kryetori i LDK-s e as i PDK-s. Po gjykata kushtetuese, veç për qytetarët të mendoj edhe për juve që e dini, është shumë e rëndësishme. Gjykata dhe kushtetuta e ka përcaktuar kujt i takon Kuvendi. S'ka kompromis. Kryetori i takon partisë fituese dhe 3 nën kryetor partisë fituese, një dhe LDK-s e PDK-s këtë rast. Pra, nuk ka hapësirë këtu për marrëveshje për shkak për qeveri po për Kuvend tani më është e përcaktuar kujt i takojnë edhe besoj që po veç është shumë e rëndësi që po mënej nuk po theksohet mjaftueshëm këtu që LDK-ja, PDK-ja
përfshi edhe subjekte tjera, po ja refuzojnë të drejtën me votu, që ajo është antikushtetuese, për shkak se drejta për me formu një komision, ata për thonë deputetëve tjerë mos merrni pjesë. Që kjo është antikushtetuese, për shkak se edhe aktgjykimi e thotë që duhet me votu pro kundër ose me abstenu. Pse nëse na e kanë ofruar si alternativë, na nuk e dim se a votohet ose ai merr votat Albulina apo jo, po megjithatë ne kanë thonë si alternativë ta bëjnë me votimin e fshet. Ta pja dënojnë të drejtën deputetëve vet me marr pjesë në votim. Jo për shkak se është bo pyetje, çfarë ju e dini që koni gjykim gjykatës që thotë na sjena këtu trup këshillëdhënës. Po ta shohim, po ata i kanë dërguar komentet e veta, e kanë dërguar kërkesën e tyre që thotë vendimin për mosvotim, që nëse di që ka pos vendim për mosvotim, po megjithatë, u mendoj që gjykata kushtetuese mor parasysh rrethonat rëndësisë së lartë që gjendemi, mendoj që duhet më dhënë përgjigje sa më shpejt. Edhe për këto, edhe për rastin tonë që e kemi dërguar për vjedhjen e votave me poshtë nga LDK-ja. Po, ata shpjegoj, shumë mirë, faleminderit. Po pyetja është çish mundi edhe me u anku që LDK-ja ka vjedhur vota me post, edhe njëkohësisht me i kërku koalicion. Dëgjoj, ata njerëz janë përgjegjës për vjedhjen e votave me post, duhet me shku në burg. Na s'kemi thonë që kur bëhet LDK-ja me neve, që ta njerëz me i kërku prokurorisë së gjykatave mos i dënoni. Ata njerëz, po besoj kemi ofruar dëshmi të mjaftueshme, mundi po edhe postimet që i kanë bëne, ku ka dëshmi të mjaftueshme që LDK-ja ka qenë përfshime në vjedhjen e votave me post. Kështu që kjo pjesë i takon sistemit të drejtësisë edhe ta bojnë punën e vet. Unë nuk mendoj që këtë LDK-ja ka qenë përfshime, për shkak se ka postë edhe deputet të LDK-s që janë ankur që ja kanë vjedhur votat me post. Prandaj janë të ndora. Jo, dëgjoj, tash si parti, unë mendoj që ka qenë, që kanë thonë edhe deputetë e LDK-s, skem organizuar kriminale. Aty tash kush ka qenë i përfshim është punë e prokurorisë. Ne vetë që kemi ofruar dëshmi që ka njerëz, për shembull si Baria Hyseni, një prej kandidatëve të LDK-s, ku në Kosovë, ku kanë votuar 800.000 qytetarë, i ka marrë 2 vota në Skënderaj, kurse në vota me post i merr 82. Pa mundën. Do të pos 40 fishin e banorëve të Skënderajit që jetojnë në diasporë për mi marrë çdo vota. Matematikisht. Kjo është e pamundur. Prandaj kjo pjesë i takon prokurorisë, edhe shumë e mirë me shku para prokurorisë, me bëu presion sa më shumë për me i djeg se kanë dëshmi të mjaftueshme që ka pos skem të organizuar kriminale të vjedhja e votës me post. Të gjë, propozimi për kandidatën në takon neve. Na nuk duhet... Po nëse, edhe të herë të tjera në bime, me 36 herë në total, pra dhe so... Vazhdojnë, ose edhe 36 herë në tjera, so herë kemi milion. Dëgjë, për neve është shumë e rëndësi, blokimi ndodh për atyne që votojnë kundër, në rastin e votimit të hapur, ose atyne që s'po marrin pjesë, por përgjithësi është atyne që e kanë bloku. Propozimi kushtetuta po thotë na takon neve. Kryetorja e kuvendit po thotë kushtetuta na takon neve. Nën kryetot ju takojnë atyne. Ata po refuzojnë me votu për shkak se s'piu pëlqen kandidati, e po besoj që kjo s'duhet më kon kriter me qense kushtetuta e ka përcaktuar kujt i takon kryesia. Kryesia është organ administrativ. Ju dini se s'ka fuqi ekzekutive. Këta janë të bëjnë për arsye tjera që po besoj duhet më dhon përgjegjësi, se ata janë bllokuesit, ata duhet më dhon përgjegjësi para shqiptarëve dhe para juve që janë të blloku kuvendin e Kosovës dhe rrjedhimisht edhe afatet për formimin e qeverisë. Kështu, si pyetja është, a kishme ndryshu pro votimi të votimi i fshet? Votimi deputetëve në këtë rast. Për neve e kena ofruar si alternativë me qenë se aktgjykimi i gjykatës na jep. Pse opozita po javmohan të drejtën deputetëve të vet me votim të fshet? Jo. Nuk është një sistem, është e drejtë. Nëse është e drejtë edhe gjykata ta lejon, gjykata kushtetuese, aktgjykimi thotë ko drejt edhe të hapun edhe të fshet. Tash të hapun e kemi provu para qytetarëve, kanë thonë jo, po votojnë kundër. Të fshet ka diskutime mes deputetëve që unë mendoj
deputetët LDK-s dhe të PDK-s që besojnë që këta janë fut me një udhë pa krye. Ju e dini te verifikimi i mandateve, raportit. Nuk e kanë votu, hene me një udhë pa krye, pastaj e ronë pishmana dhe ndrun. Tash këtyne pjuvje morë me dole 2 herë që janë gabim, e më në që votimi i fshet ka mundësi, është potencialisht mundësi ku disa deputet i jopin udhë kësoj pune edhe votojnë për Albulenën për. Ja, se zbanë se ata ashtu e qojnë dorën edhe për, kështu që s'moj me dhona. Dhe që shumë e nëndësi për shkak se me kuptu pak edhe pytin, ka mungesë të vullnetit politik. Po s'ka për shkak se kryeministri Kurti i ka ofru marrëveshje politike LDK-s, e cila, amlet përgjigjen për shkak se qytetarët atje nuk ju shohin edhe juve dhe mu. Nësë amlet përgjigjen. A ka pos ofert për kryeministrit Kurti, të LDK-ja, me bo marrëveshje politike për zhbllokimin edhe të kuvendit, edhe të qeverisë. E kanë refuzu, vullneti jonë, është të regu në hapa të ndryshëm ku kemi ofru alternativ pas alternative, mirë po refuzojnë. LDK-ja po thotë une nuk vi pa PDK-n, na refuzojnë me shku me PDK-n. Ata të me dole elektoratit vetë me i përgjigjë. Kështu që për zgjedhje, une po menaj edhe si deputet, po edhe si lëvizje vetë vendosje, ne kemi pos zgjedhje. Ne jemi subjekti maj votum, edhe nuk mendoj që du me pos zgjedhje, se qytetarët kanë dole edhe kanë tregu. Na kemi 2 fishin e votave që ko LDK-ja, PDK-ja bashkë. Kemi njëherë ma shumë se ata bashkë. Kështu që nuk besoj që është arsyeshme me posë si solucion. Mire po, nëse subjektet politike dolin para juve, gjitha subjektet opozitore, e thujnë kemi mbet me një farë ngërçje dhe s'po kena kam jamojt, edhe kam vetëm lëvizja vetë vendosje, nëse është opcioni fundit, atëherë na pa tjetër se shkojmë edhe në zgjedhje. Po nuk është opcioni jonë me qenë se ka pos zgjedhje, edhe po besoj që du të më dhon udhë kësaj pune, edhe është e absurde me bloku kuvendin e Republikës Kosovës. Se është absurde me dole me thonë opozita, Albin Kurti du të me shku shpejt, sa ma shpejt, se është e keqja këti veni, njëkohësisht me mbojt Albin Kurti kryeministër atje. E fundit, se... Jo, për shkak se e kemi thonë të qartë, PDK nuk bojmë, se PDK-ja për mu, po flasë këtë rast, nuk është reformu. Apo këpëton, dhe sa kini njerëz të kontrolën, unë menaj që me LDK-n ko hapsir me bashkëpunu me PDK-n jo. Faleminderit shumë, kalofshi mirë. Për shkak se nuk është dëshirë e jona votimi për Albulen. Kjo është mohimi i opozitës. Edhe pyetja është nëse ai kemi numër për qeveri. Le ta votojnë Albulen, na e shohim. Domethënë nëse opozita ju vën në mëdyshje, se ai kemi numër për qeveri apo ju, pse s'po e votojnë kryetorën e kuvendit, edhe nën kryetor, e bëjmë kryesin funksionale, edhe pastaj mund të motemi, sa tu i kemi 2 ovdit, ju e dini edhe pastaj përfundet gjithë shka. Tashti, a ko mundësi, dëgjo, për shkak se kuvendi për neve është organ administrativ, edhe është i ndomë, pushteti mrena kuvendit është i ndomë, gjykota ka thonë i takon kryetori partisë fituse, nën kryetor i takojnë partisë fituse, i pori, i dyti, i treti, në këtë rast LDK-s PDK-s. Tashti, nëse dikush për juve, ose për opozitës, e dyshën a i kemi numrat ajo, ata mujnë me votu Albulenën, i kemi 2 ova fat, edhe mujnë me po, a e bëjmë qeverin apo ju. Po ata e din që ne e bëjmë qeverin, për andaj janë nollë edhe blokojnë kuvendit. Kështu që faleminderit shumë, përshëndetje për gjithë.